Po четврти пат поред во тетовските училишта се испреќа мејл за лажни поставени бомби. Овој пат алармот не пристигнал на адресите на училиштата, туку во Министерството за внатрешни работи во Скопје, пошто било наредено учениците од двете тетовски гимназии да бидат евакуирани. Директорот на гимназијата Кирил Пејчиновиќ го потврди случајот, додавајќи дека по контролите на тетовската полиција наставата продолжила. Në mëngjes ka ora 15:08, masi ka filluar ora e parë, alarmin e kanë dhënë organet e rendit, do të thonë policia. Ngjajshmëria është evidente, mirë po kësaj radhe dallimin mes herave tjera është se nuk na kanë ardhur emailë neve te shkolla, por ju kanë shkuar në polici. Kështu që ne fare nuk kemi ditë asgjë. Ne në mëngjes si zakonisht nxënësit kanë hyrë nëpër klasa, edhe kësaj radhe kanë ardhur vetë policia këtu edhe kanë kërkuar që nxënësit të dalin nga objekti shkollor. Edhe kështu ka ndodhur, bashkë me policinë, përgjegjësat e ndërimit i kanë nxjerrë nxënësit nga mësimi, edhe po vijon kontrollimi. Случајот е потврден и од секторот за внатрешни работи во Тетово, од каде информираа дека се работи на расчистување на случајот и кој и од каде ја испратил пораката. Sektori për punë të brendshme Tetov menjëherë ka ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitetet dhe ka evakuuar shkollët nga nxënësit, të cilët janë siguruar në pjesët e jashtme të shkollës dhe janë ndërmarrë të gjitha masat për kontrollin e objekt, kushtu që është konstatuar se bëhet fjalë për një alarm të rreshëm, të cilët kohëve të fundit, pra viteve të fundit janë shpeshtuar dhe Ministria e Punëve të Brendshme merr të gjitha masat, pra sektori për krime kompjuterike dhe frenezik marrin të gjitha masat për zbulimin e personit dhe lokacionit ku gjendet personi i cili e ka dërguar këtë email adres. Според податоците од Министерството за внатрешни работи, мејлот бил напишан на македонски јазик, па преведен со Google на албански и е сличен со претходните лажни аларми испратени во училиштата. Инаку во период од една година во тетовските училишта се случиле 4 случаи на дојави за лажни бомби.